Në zemër të Labërisë në fshatin Kot të Vlorës, sot nisi zyrtarisht fushata elektorale e deputetit të zonës Vullnet Sinaj, një atmosferë e ngrohtë e mbushur me entuziazëm dhe energji, ku banorët të zonës, të rinj e të moshuar, ishin mbledhur për të treguar mbështetjen e tyre për përfaqësuesin që prej 8 vitesh u ka qëndruar pranë. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe figura të rëndësishme të pushtetit vendor dhe qendror, mes tyre kryetari i Bashkisë Selenicë, Nertil Bellaj, si dhe i deleguari politik për qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi. Do të votojnë masivisht Partinë Socialiste dhe Dirama. Gjithë shtëpitë që kërkojnë legalizime o regjistrime në hipotekë, ka qenë një derë hapur për 8 vjet. Dhe ju jeni dëshmitar të gjithë. Mirënjohjen e parë ne e kemi për Partinë Socialiste dhe Dirama, sepse fal Partisë Socialiste dhe Diramës mori jetë kjo zonë, kjo krahin e ngjalli. Këtu jemi, këtu në Kot, te këto pallate. 4 milion, 5 milion të vjetra. Ik pyesni sot. Nuk i shesin më. Edhe po i shitën e kanë 5 fish çmimin. Ju me mbështetjen tuaj kërkojmë ta jepni mandatin e 9 në qarkun e Vlorës. Në përkrahje dhe me vendosmëri, fjalën e mori dhe Bledi Çuçi, drejtuesi politik në qarkun e Vlorës dhe një nga figurat më të njohura të politikës shqiptare. Ai vlerësoi figurën e Vullnet Sinajt si një model të përfaqësimit dinjitoz në kuvendin e Shqipërisë. Ja u them me bindje që nëse ka një deputet që duhet jetë i kënaqur dhe i shpërblyer në politik, ai është Vullnet Sinaj. Është Vullneti sepse sa herë më ka marrë në telefon në 6 të mëngjesit apo në 12 të natës, në të 8 vitet që ai ka shërbyer dhe ju ka përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë, më ka marrë vetëm dhe ekskluzivisht për hallet tuaja. Dhe asnjëherë të vetme nuk më ka marrë për një interes personal. Asnjëherë të vetme. Me mjaft emocione, u shpreh dhe kandidati për deputet në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj. Më keni bërë që të ndjem vërtet i emocionuar, po edhe vërtet mirë, sepse më duket sikur gjithë kjo pjesëmarrje është rezultati punës që kemi bërë në këto vite, pavarësisht se unë vetë e kam ndarë mendjen që këtu në Labëri nuk do bëj fushat. Edhe unë këtë nuk e quaj fushat, po e quaj një bashkëpunim të tërë së bashku. Nuk do ta quaj fushat sepse nuk dua të flas shumë për rezultatet, se sa dua të them që fjalën e parë. Edhe pse më vlerësoni dhe më respektoni, unë kam akoma kërkesa ndaj vetes time, kam pretendime, nuk jam i kënaqur 100% për atë që kam bërë. Pavarësisht se ju thoni që kam bërë shumë. Shumë faleminderit edhe një herë për respektim.